Bashkia Vauides ka nisur punën për zgjerimin dhe rehabilitimin e aksit rrugor Vilshllak, si dhe segmentit Cukal-Temal me një gjatësi totale prej rreth 25 kilometrash. Ndërhyrja synon të përmirësojë ndjeshëm infrastrukturën rrugore në këtë zonë, duke krijuar kushte më të mira për lëvizjen e banorëve dhe duke lehtësuar komunikimin mes fshatrave. Për komunitetet që jetojnë në këtë zonë, rehabilitimi i rrugëve pritet të ndikojë drejt për drejt në aksesin e shërbimeve dhe në lidhjen më të shpejtë me qendrat urbane. Kjo rrugë ka 30 vjet që nuk ka zhvilluar. A fol se fol, hajt sot jo nesër asnjëherë. Kështu që u bë, siç është zoti dhe arritita që u bë rruga. Je faleminderes edhe na shumë mirënjohës kryetarit bashkisë, zotit Kristian Shkreli, që na ka dhënë këtë mundësi edhe na lehtësoi maksimum lëvizjen këtë rrugë. Për Kristian Doj, administratori i Shllakut, projekti shihet edhe si një mundësi për zhvillim ekonomik të zonës. Prej disa ditësh kena filluar punimet në rrugën e Shllakut, si ashtu edhe në rrugën e Cukalit. Falë bashkisë Vauides u bë një punë shumë e mirë për t'ia vlerësojmë sa më shumë udhëtimin këtyre banorëve që jetojnë këtu. Kjo rrugë lidh disa fshatna të njësisë administrative të Mal, po ashtu edhe në fushën e Cukalit. Bashkia Vauides synon që përmes këtyre ndërhyrjeve të forcojë lidhjen mes komuniteteve, të përmirësojë infrastrukturën lokale dhe të krijojë një terren më të favorshëm për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë së zonës.